Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump dhe bashkëshortja e Jared Kushner duket se po i kushton një vëmendje të veçantë Shqipërisë gjatë muajve të fundit pas projektit për ndërtimin e një resorti në ishullin e Sazanit. Ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një foto që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe shqiptare, 3 libra të vendosur mbi një tavolinë, të cilët ajo po i lexon si pjesë e kërkimeve të saj mbi historinë, kulturën dhe identitetin shqiptar. Në foton e publikuar, Ivanka shfaq 3 tituj të njohur. I pari është Albania from Anarchy to Balkan Identity, nga autorët britanik Miranda Vickers dhe James Pettifer. Libri i dytë është The Albanians, A Modern History, po nga Miranda Vickers, si dhe romani klasik i Ismail Kadares, Generali i ushtrisë së vdekur. Poshtë librave ajo ka shkruar vetëm një fjalë, kërkim, duke lënë të kuptohet se po studion në mënyrë të thelluar për Shqipërinë. Zgjedhja e këtyre librave nuk është as pak rastësore. Miranda Vickers konsiderohet një nga studiuesit më të njohur të historisë dhe çështjes shqiptare në botë, ndërsa romani Kadares është një nga veprat më përfaqësuese të letërsisë moderne shqiptare, i përkthyer në 10 gjuhë i vlerësuar ndërkombëtarisht. Ky kombinim e ndihmon Ivankën të marrë një panoramë të gjerë, si historike ashtu dhe kulturore mbi vendin tonë. Interesi i Ivanka Trump për Shqipërinë vjen në një kohë kur burime të ndryshme mediatike kanë raportuar se bashkëshorti i saj Jared Kushner është i përfshirë në projekte investimi në vend, përfshirë ishullin e Sazanit. Ky fakt ka ngritur diskutime mbi butësinë që familja Trump të ketë plane më të gjera për investime ose projekte zhvillimore në Shqipëri dhe rajon. Për këtë arsye, lëvizjet e Ivankës janë interpretuar nga disa edhe si pjesë e një procesi informimi mbi historinë dhe realitetin shqiptar. Postimi i vajzës së presidentit amerikan ka ngjallur interes të madh në rrjetet sociale, ku shumë shqiptarë kanë mirëpritur gjestin duke e konsideruar si një promovim të vlerave kulturore dhe historisë së Shqipërisë. Ndërkohë të tjerë kanë spekuluar se interesi i saj mund të jetë i lidhur me planet e ardhshme të familjes për të zhvilluar projekte turistike apo kulturore në vend. Pavarësisht motivit, një gjë është e sigurt: Ivanka Trump po e njeh Shqipërinë jo vetëm përmes vizitave apo burimeve online, por përmes literaturës së thelluar, duke zgjedhur disa nga veprat më autoritative që kanë formësuar mënyrën se si bota e sheh historinë dhe identitetin shqiptar.